Dhe ja ku jemi dashur me gjithmonë, fëmijët të vegjël na sjellin shumë dashni, po edhe shumë pozitivitet, sidomos këtë ndjesinë e krenarisë që na japin me këtë sukseset e tyne. Mirënjohje të ndryshme, çmime të ndryshme që na sjellin për talentet që ata zhvillojnë dhe i kanë. Normalisht secili prej tyne ka rolin specifik dhe janë unik në mënyrën e vet, por unë i du të gjithë shumë dhe jam shumë e lumtur që çdo javë më shumë poshtohet numri i fëmijëve që dëshirojnë me qenë pjesë e kësaj interviste të magjikëve të vegjël. Sot e kam të ftuar Buna Jasiqin, një balerinë të vogël. Mirë se erdhe Buna. Mirë se ju gjeta. Shumë faleminderit. Një vajzë shumë e bukur, shumë simpatike dhe një balerinë shumë e suksesshme. Faleminderit shumë. Buna i ka vetëm 11 vjet, apo? Na po shkon në shkollë Buna? Po. Cilën klasë? Në gjashtën. Në gjashtën. Në cilën shkollë je? British School of Kosova. Okej. Qysh po shkon në shkollë? Mirë, shumë mirë. Tash kallzom drejt, si tregoj mamit. Apo shumë bedon shkollën, ama shumë bedon baletin? Ma shumë baletin. Baletin vedom? Inshallah mësuesit s'po na dëgjojnë Buna. Okej, baletin prej cilës moshe ndjek? Prej 4 vjeçore. Prej 4 vjet. Do me thonë edhe shikues kanë mundësi me i pa disa video dhe fotografi tua si balerinë ndër vite në mosha të ndryshme, por ke nisi 4 vjeçare. Po. Edhe prej atëherë, do me thonë, me siguri mamit ka dërgue, atë ka pëlqy prej atëherë, a u konë mami njerë që të ka thonë hajde e provojna? Mami njëherë që më ka thonë hajde e provojna, e tani Ka pëlqy. Kur ka fillu kështu taman me të pëlqy me thonë unë po du mu bo balerinë? 5-6 vjetit. 5-6 vjet. Çka të pëlqen të baleti më shumë? Ma shumë pëlqen vallëzimet artistike, popullore, A i dënë më shumë këto popullore a këto moderne? ma shumë moderne. Moderne. Janë goxha lëvizjet vështira, a i ke mësu, a është vështirë? Për mu sështë, Për ty s'është. se jem mësu, për Bravo. nështë për këta tjertë, kur ja fillojnë, është pak nëzër. Okej.